Në stadiumin e Maliqit të zhvilluar këtë të shtunë një ndeshje miqësore në kujtim dhe nderim të 12 vjeçarit Leo Sadiku, i cili humbi jetën në QSUT në datën 8 janar. Leo Sadiku ishte futbollist aktiv te skuadra e të rinjve të Maliqit, ndaj është marrë kjo nismë. Shokët e skuadrës e Leos luajtën me moshatarët e tyre, teksa përballë kishin ekipin e Skënderbeut U12. Për të kujtuar atë sportist i shkëlqyer, djali i mirë, i përkushtuar për sportin, djali i edukuar, djali i palodhshëm. Sulmues i mirë, në përgjithësi ishte një sportist shumë i mirë. Leo ishte djalë nga Pocesta, nga një fshat këtu afër Maliqit, dhe vinte për ditë nuk mungonte. Edhe në një ditë që ishte kohë e vështirë, që i merr një telefon dhe ju thosha nuk do bëjmë sot se është kohë e keqe, nuk është fusha mirë. Thoshte profesor mos na lër pushim. E deshte shumë sportin. Të pranishëm në stadium ishin dhe familjarët e 12 vjeçarit Leo Sadiku dhe shokët e tij të shkollës.